Shqipëria në periudhën bizantine mblodhi në Tiranë mbi 40 studiues vendase të huaj, të cilët hodhën dritë në mbi 10 shekuj të historisë së shqiptarëve. E shtrirë nga shekulli IV dhe deri në fillimet e sundimit të perandorisë osmane. Kjo periudhë u soll përmes punimeve shkencore të dhjetra akademikëve, arkeologëve, historianëve dhe ekspertëve të trashëgimisë. Tematika si aspektet e organizimit kishtar dhe administrativ, arkitekturës, artit e deri te dorëshkrimet e vjetra, rindërtuan tablon e përgjithshme të botës shqiptare në universin bizantin. Të tëra që u mbajtën për mua ishin në nivelin e shkencor, pra ishin rezultat punësh konkretesh mbi kërkime individuale të personit, nuk janë leksione të universitetit. Kjo ka shumë rëndësi në konferenca. E dyta, të personave të cilët do vazhdojnë të punojnë në këtë fushë, kishte edhe të rinj prej tyre, që kanë punuar në arkeologji, në histori, studim të pikturës e të tjera, pra që ka një garanci që në të ardhmen do jenë më shumë. Perandoria bizantine e pati kulmin e saj të lullëzimit në shekujt 6-11. Në kumtesën e tij, studiuesi Meksi e ka analizuar këtë periudhë duke përdorur 2 lloje burimesh, të dhënat e organizimit shtetëror dhe atij kishtar në Shqipëri. Ato flasin qartë për mbijetesën e një populli që nuk u zhbë dhe nuk u romanizua, por ruajti gjuhën e vet. Në punimin e tij shkencor, Meksi e vë theksin te roli strategjik i Durrësit. Shqiptarët mbijetuan me këtë gjuhë, me këtë kulturë, dhe gjatë periudhës bizantine ja dolën në banë sepse ishte Durrësi, portin në të cilit ne ja shitëm kujt desh ta merrte, ja falë, më fal, që na bëri sot nuk flasim bullgarisht, po flasim shqip. Ishte porti kryesor në Adriatik i perandorisë bizantine. Anijet kalojnë vetëm nga kjo anë, se kënde janë erërat, këte ka ujë, dhe lidheshin me pjesën bizantine të Veriut, të Dalmacisë Veriut dhe të Venedikun. Dhe niseshin anijet nga Venediku, shkonin duke ndaluar port në port natën zakonisht, dhe shkonin Konstantinopol dhe kur ktheheshin me mallë dhe tregtia ishte 3 muaj rrugë. Kjo ishte rëndësia, po Durrësi nuk mund të mbijetonte tema e Durrësit, pa ata që quhen arhondët, pra sundimtarët e territoreve të tjera, të thënë Kruja, zona e Kunavisjes, Martaneshi, zona e Elbasanit, pa ardhur bullgarët, Stefaniakar, zona e Matit, Meraz, apo Lezhë e mësipër. Pra mbijetoi të tëra këto, si në anën kishtare, si në anën administrative, dhe punonin për qendrën, pra në varësi furnizonin qendrën që ishte Durrësi, dhe Durrësi i mbronte ata. Shqipëria në periudhën bizantine është konferenca e parë shkencore ndërkombëtare e organizuar nga Akademia e Shkencave, Universiteti i Tiranës, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, Drejtoria e Arkivave dhe Shoqata e Studimeve Bizantine.